O shqyr që s'kam më bo vjerën me mari. Më pëlqej vjera shumë. Më pëlqej vjerës nuk kisha pëlqyu në heq. Kish pastonu djali jam e vogël jesht. E vogël. Mos e merr ato, me paston burri që ato, unë kur qatë momente kom pas menën, mos më që mbyna e familje kur s'u ndan mu. Tema për vjerën. Edhe me vjerën tone në këtë rast, që shë kujton, po edhe nështë ta takimin me, nejse, më falë, se vdushi veç vajza, ko. Me dhonërin. Me dhënurt. O shqyr që s'kam më bo vjerën me mari. Se? Pse ma mirë? Jo, më mësë. Se, bre se vdosh. Po t'ja i ki dhondra, ti je vjeher, prap se prap je vjeher, Pa ndryshë është me rejen. Dhondra ti dojnë ma shumë. Dhanur ti du ma shumë. Ja, normal. E vjeher për herë të parë, një darësëm, shkuvane, ajo vjehra, më për mu, të në darësëmë, një thëmë kështë praktikën familjare, edhe më thëtë burja, për shkën edhe shkuva. Për shkuva, vishë që fulle edhe snejta shumë edhe dole, më pëlqej vjera shumë, më pëlqej vjerës nuk kisha pëlqyu në heq. Esë më ka të regu burri, heq për nesrët për ta punëm. A tha nona jote, e mirë shumë, kish pastonu djali jam e vogël jesht. E vogël. Mos e merr ato, me paston burri që ato, unë kur qatë momente kom pas menën, mos më që mbyna e familje kur s'u ndan mu. Edhe ai se zbuloj heq, e mirë shumë e kretë, mas jo martu e kom ditë. A di që ka kish paston? Hajde. Ajo telin e teshave së në pëmrike, kish paston burri. O, qëre, bre që shikan pas që të lafe. Alo, edhe ta shikan fakt. Me pas diti që të merë ty kur s'kisha thonë, po thisha në 7 vjen.